Pjenarkimi Berishës, betim Haxhi Musa. Berizaj kalon avantazh, minuta 38. Super shkëputje nga betim Haxhi Musa. Goli i dytë me gol nga Berizaj këtë edicion. Goli i tretë për betim Haxhi Musa. Pjenarkimi në qendër, Berisha. Ado që në opcione, Berisha! Deviohet që marrë këti tani pet moshi nga ana tjetër! Betim Haxhi Musa! Krejt në limite, arrit realizoj Berizaj! Nga jo goditje pe poshit, devijoj Haxhi Musa! Berizaj! Arrit marrë 3 pikët krejt në fund. 2 gola sot për betim Haxhi Musa. Ndeshje kemi përgatitur mjaft mirë, kemi ditë pikat e forta të llapit. Është një ndeshje e rëndësishme se ka ardhur në vit fundit, kur pas kësaj viti na shkojna në pushim dhe kena ardhur pas disa ndeshje negative edhe arritëm të fitojmë, t'i marrëm 3 pikë. Mendojmë që të përmirësohemi sa më mirë, që të rikthejmë aty ku e kemi vënë. Po, trajneri i ri ka ardhur me filozofi të veta, u përshtat mjaft mirë në skuadër dhe tash kemi pushim, mendoj që pas kësaj pushime do të punojmë sa më fort, të harrojmë disa lojtarë që shkojnë edhe të përforcohemi me disa lojtarë dhe mendoj që të shkojnë sa më lart. Normal, kjo është faleminderit për komisioneve që më ka zgjedhur lojtar javës, është ndjerë dhe kënaqësi të jam i përzgjedhur si yll i javës. Falenderoj shokët e skuadrës se pa ata s'kisha mujt me fitu, gjithashtu edhe stafin edhe gjithë pjesën e klubit Berizajt edhe për në fund familjen.